Niyeti është çështja kryesore të çdo adhurim. Sepse pejgamberi alayhi salatu wassalam thotë innamal a'malu binniyat, veprat janë sipas niyetit ose sipas qëllimit. Do thotë veprat ndahen dhe llogaritën sipas qëllimit që i bëjmë, po në anën tjetër, nëse s'ka niyet, s'ka vepër. Kështu e kanë shpjeguar dietarët. Dhe të gjithë dietarët unanimisht pothuajse e përmendin që niyeti është prej komponenteve kryesore të agjerimit, s'ka agjerim pa niyet. Vetëm se janë ato detajet, pastaj kush me bën niyet, kur me bën niyet e kështu me radhë. Që i bën nëse dikush abstenon prej ushqimit pa e bën niyet, nuk e llogaritet adhurim, veç një dietë është natshme për të rrugë. Dietë ose ndonjë program që e ka i vetëm, për ndryshe pa niyet nuk ka agjerim. Qysh me bën niyetin? Po fillon Ramazani, nata e parë me bismillah, mu çun syfyr. A duhet çdo natë me bën niyetin, a pak para se më ardhi mësaku? Qysh është rregulli për niyetin? Gjitha këto janë detajet për të cilat kanë diskutuar dietarët, edhe pse në shumicën prej tyre pothuajse janë të një mendimi ose janë unik, po i kanë disa dallime në disa detaje të niyetit. Fillimisht, edhe pse jemi në emisionin e 4 i kanë kaluar dikujt disa ditë, po llogarisim që ai që se ka bën mirë niyetin deri tash e tutje e rregullon. Shumica e dietarëve përmendin që nëse dikush e bën niyetin e përgjithshëm me agjëru komplet Ramazan, kjo pika e parë. Do të thonë në natën e parë që pritet nesër me dal agjërushëm, që është nota e Taravive që fillon Taravit, nëse e bën niyet që unë do ta agjëroj Ramazanin komplet si muj, i mjafton si niyet tek pjesa dërmuese e dietarëve. Vetëm nëse e shkput këtu. Për shembull shkon në udhtim ose gruas domethënë i ndodhin të cikli. Nuk ka një arsye fetare që nëse ndërpret agjërimin, këta dietarë thonë kur i fillon agjërimin duhet me e përtri niyetin dhe me nis niyetin edhe herë prej parit. Ndryshe disa tjerë janë pak më rigoroze dhe thonë çdo natë, sepse secila ditë, përderisa është një adhurim në veti dhe prishet me iftar, pastaj dita tjetër është adhurim pranë në veti. Domthonë ka fillimin janë pak më rigoroze. E përmenda më herët që këtu janë detaje që i dietarët kanë diskutuar për to dhe kanë mendime të ndryshme. Do thonë pikërisht në domthonë mëdhëbin Hanefi, mëdhëbin tonë përmendin që secila ditë ka nevojë për niyet të veçantë. Sepse pikërisht ajo që e përmendet ti, domthonë e fillojmë ditën me sifër, edhe mbaroj me iftar, mbaroj ajo ditë. Nëse e prishim ditën e dytë ose kemi probleme me ditën e dytë, kjo nuk do thotë që kemi pas probleme edhe me të parën. Domthonë është pse ata dietar të tjerë domthonë llogaritin Ramazanin si tansi, si adhurim. Adhurim që me sa duket Imam Maliku e ka krahasuar edhe me haxhin. Tash haxhi si hax ka disa rituale. Edhe nuk duhet për secilin ritual për tavafin me bën niyet për haxhin, për sajin me bën niyet për haxhin se edhe pse ka ndërprerje, e ki ihramin, e desh ihramin, prapë bën niyetin. Edhe pse te haxhi domthonë ndryshon natyra për shembull adhurimit. Definitivisht ka adhurime të ndonë. Domthonë ndërsa te agjërimi nuk ndryshon asnjë ditë për tjetër, domthonë agjërimi. Që i bën hala ma unifikuar. Që do të thotë se nëse dikush e bën niyet për çdo ditë mirë, frikshëm, po nëse dikush mjaftohet me niyetin e përgjithshëm për krejt muajin, edhe kjo do na jemi pak më fleksibil. Edhe llogaritet domethënë përderisa është çështje diskutabile mes dietarëve. Realisht njerëzit besimtarët, si të hin Ramazani e bën niyet për gjithë muajin. Nuk ka njerëz që thotë po bëj niyet vetë sot e tani nesër tek qyria po bëj as po bëj. Po në ndodhi e shkurt po e tregoj që më ndodhi atje, duke bë pazar me dikonin, edhe ai shlosi, duke thotë o më nxej po presim më Ramazani, kemi orarin më të shkurtë dhe kuptua që ai ka bën niyet me agjëru Ramazanin dhe me bë programin e Ramazanit. Prej tash, vetëm se ky niyet nuk i mjafton, se kur të afrohem në Ramazanit, atëherë do të më bën niyet.